Ju përshëndes nga zemra, vëllezër dhe motra. Të flasim për çamërinë është një gjë e tmerrshme. Por ta flasim e mos veprojmë është edhe më e tmerrshme. Një gjë që duhet ta luftojmë, duhet në heshtje dhe të veprojmë. Kështu që asnjë gjë nuk shlirohet për pa dhënë mund dhe sakrificë. Ju kisha lutur gjithë pjesëmarrësve, çdo shqiptari, që të angazhohet për shlirimin e atyre trojeve, ku unë isha para disa viteve, e vizitoha e gjithë çamërinë dhe aty pash gjithë shka. Atëhere, unë s'pare për shumë çamëri Kosova është me ne. Duhet me thonë shqiptarë dhe me ju. Se ju Kosova, po gjithë shqiptarë. Ne kur fillum luftën, fillum për bashkimin e trojeve shqiptare, ku ishte pjesë edhe çamëria. Dhe atëherë ne bëm betimin për bashkimin e gjitha trojeve shqiptare. Jo që ndalë në për lagja, fshatra, rrugica, por bashkimin e trojeve shqiptare. Kështu që ne fillum luftën edhe në Kosovën lindore atje, edhe në Maqedoni atje, në Ilirit, por erdhi urdhër që të ndërpresën, arsyeja ishte të ketë tjetër, se ishin ndryshu pak planet, dhe ne posa e kishëm përfundu këtu, patëm njetën që ta fillojmë në çamëri. Kështu që ne mirë që bëjmë këto organizime, por duhet edhe veprime, se të bëjmë vetëm organizime dhe të vajtojmë nuk është mirë. Por duhet amanet gjithë shqiptarëve, ku jo, që bëjmë organizime që të ashlirojmë atë vend. Edhe një herë, ju bëj thirrje gjithë protestuesve atje, që po e keq përdorin flamurin e UÇK-s, flamurin kombëtar, që të ndërpriten keq përdorimet e një gjaje të shajtë. Se për mu, flamuri kombëtar dhe flamuri i UÇK-s janë zonat më të shajtat që ekzistojnë. Kështu që edhe ata që po morën disa nga këtu pjesë atje, janë shumë të dëshumë, ku ne vetë dëshojmë dhe i dim veprimet e tyne. Kështu hajde vllazën, organizojmë dhe punojmë për shtirimin e gjitha trojeve tona. Se Shqipëria, unë e quaj Shqipëri etnike, se dikush thotë Shqipëri e madhe, kjo është terminologjia e serbëve. Shqipëria është e vogël. Edhe e coptu, atëherë e janë të bashkohemi të gjithë, çdo shqiptar që merr frymë shqip dhe mendon shqip, që ta vazhdojmë punën për shtirimin e trojeve tona. Unë nuk jam mirë me shëndet, por për punë, për çështje kombëtare, jam në gjendje deri des me gra kësaj pune. Pra, urdhëni vllazër dhe motra, kemi gjak shqiptare, mos plajmë rahat, mos ta falim gjenocidin, por në mënyrë politike s'ban. Atër i grajmë mënyrën tonë si shtim një shqiptarë. Të organizojmë protesta dhe të punojmë kundër okupatorit, jo kundër njëri tjetrit. Se ne edhe jem pak, edhe të jem hasëm me zvetit, ku na shë kjo? Pra, ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve nga kjo tonë, që të punojmë për çdo vend tonin dhe të sakrifikojmë çdo gjë. Se pas sakrificë nuk ta jap kërkush. Kështu që edhe herë ju falenderoj dhe ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, angazhonu për shtirimin e trojeve tona. Ju përshëndes gjithë nga zemra.